Fatos Nanua kishte një informacion të jashtëzakonshëm edhe në Burg. Se qysh, se tek, kontaktet e tia ishin të tilla, sa ai realisht e ka drejtuar Partinë Socialiste nga Burgu. E ka drejtuar me letra, e ka drejtuar me orientime, edhe ai ka bërë disa tërmete duke qenë brenda në Burg, dhe ju e keni parasysh atë të famshmen atëre, që dërgoi një letër edhe që tronditi nën kryetarët e Partisë posaçërisht Ilir Metën, duke konsideruar bilat udhëheqje edhe kënete të tjera. Çfarë thoshte për Ilir Metën? Jo, Ilir Metën faktikisht ai qysh atëre, domethënë flas të paktën për vitin 1995, ai kishte, domethënë, kuptuar një gjë. Dhe këtë gjë, domethënë, e thoshte si me rezervë, por jo si me rezervë, por më shumë nuk donte të vetë zbulohej, që e dinte që Pandeli Majkua dhe Ilir Meta erdhën si prurje të Sali Berishës. Pandeli Majko dhe Ilir Meta? Po, në vitin 92. Edhe Pandeli Majko? Edhe Pandeliu. Por erdhën të dy, domethënë erdhën njerësh ata, edhe Saliu i pruri faktikisht. Saliu i pruri si dorën e tyre brenda Partisë Socialiste për të patur një rol kontrolli brenda Partisë Socialiste, për të patur një lloj informacioni e tjera, por gjatë rrugës pastaj Pandeli Majkua tregoi një lloj karakteri dhe kur e pa se çfarë vlerësimi ju bë nga Fatos Nanua, edhe nga ekipi që ai kishte brenda Partisë Socialiste, edhe kur pa çfarë niveli ishte aty, edhe çfarë përfaqësonin ata njerëz, ai gradualisht, domethënë, mori drejtimin e duhur, edhe nuk i duhet përmendur kjo gjë, që ka qenë e fillesave të vitit 1992. Kurse Ilir Meta faktikisht erdhi si dora e Sali Berishës, këtë gjë e dinte shumë mirë. Fatos Nanua e dinte që ishte kolone 5 brenda Partisë Socialiste dhe ai e ka goditur në mënyrë të vazhdueshme Ilir Metën, ka qenë sy vigjilent ndaj Ilir Metës. Dikush do thot po si u bë kryeministër e tjera se Nanua e bëri. Nanua ishte mjeshtër faktikisht edhe i kompromiseve, edhe i balancës forcave, edhe i asaj që qa përfaqësonin faktikisht këta të rinjët, edhe ai për hir të asaja që ta modernizonte Partinë Socialiste dhe që të mos kishte ajo ngarkesën e Partisë Punës mi kurrizin e vet, domethënë ai ka bërë dhe gjëra që vetë antarësia ose vetë udhëheqja e partisë tia nuk ja pëlqente, por ai realisht ka lëshuar gjithmonë pushtet për të bërë shtet. Për Sali Berishën ju ka rënë një biseda në Burg? Vazhdimisht, për atë flisim gjithë, domethënë gjysmë e kohës me atë merreshim. Çfarë thoshte Nanua për Berishën? Në fakt, Fatos Nanua fillimisht e vlerësonte si intelektual. E ka vlerësuar si intelektual në aspektin që e shikonte me atë syrin e atij mjekut të zemrës, i cili arriti që të futësh deri në udhëheqjen e lartë të Partisë Punës, edhe deri në mjek i jashtëm tek Hysni Kapo, se nuk u bë asnjëherë dot mjek siç thon këta mjek i familjes, i jashtëm ka qenë, po jo i brendshëm. Tjetër punë që ai ishte vemi e keqe që ngjitej edhe nuk shqitej kollaj, se për çfarë qëllimi vajti tek Hysni Kapo edhe u bë mjek i tia, e tregoi pastaja Franca, kur Hysni Kapo vajti i shëndetshëm në Francë dhe erdhi i vdekur prej andeja, por këto është një histori tjetër dhe për këtë histori, domethënë, kam shkruar në disa numra në gazetën Dita dhe kam një libër të gatshëm për ta botuar, domethënë, edhe çfarë roli ka Sali Berisha në eliminimin e Hysni Kapos, por domethënë e vlerësonte si intelektual se e shikonte me këtë syrin e mjekut të atërshëm. Po pastaj gradualisht kur një figurë që më shumë lidhej ai me të majtën shqiptare, edhe që edhe ai ishte një ndër viktimat e Sali Berishës, Seu Burgos, Ylli Polovina, bëri një libër Nano dhe Berisha, dhe në atë libër Fatos Nano, mbasi e lexoi me vëmendje, pa që libri ishte me një objektivitet, domethënë, të jashtëzakonshëm,
edhe në një bisedë pastaj që patëm aty duke i bërë analizë atij libri, Ylli Polovina tani na dëgjon edhe ka parasysh atko, më thot mua dëgjoj thot, pavarësisht që unë jam në burg, thot, po nga përmbajtja e librit dhe nga objektiviteti e tjera që ka shkruar ky thot më nxjerr shumë lart mua nga Saliu. I thash unë, nëse ti do ta krahasosh veten me Saliun, i thash ty të ka marrë mordja edhe ky vend nuk do bëj hajër kur. Në çfarë aspekti thash? Në aspektin që një qytetar siç je ti, nga një familje intelektuale siç je ti, nga një shkollë ekonomi politike siç ke bërë faktikisht ti, dhe nga i rreth familjare shoqëror me cilën ti ke bërë gjatë gjithë jetës tënde, ta krahasosh veten me Saliun e Viçidolit, kjo i thash mua më duket, domethënë afër mendësh, aq më shumë i thash që të tërë kanë kuptuar dhe e vlerësojnë që është një misionar i Serbisë, ti i thash unë i qëndron asaj të vjetrës që ka qenë intelektual shumë i mirë, e tjera me radhë mjek i mirë e gjitha dhe i ngatron politikën me këtë. Kemi bërë debate faktikisht në këtë fushë, por flisnim, domethënë, vazhdimisht edhe gjithmonë. Flisim gjithmonë, situatat po vinin që zgjedhjet e majit i vrau Saliu dhe me vrasjen e zgjedhjeve të majit që e gjakosi, domethënë, majin e vitit 1996, e përjetoi me shumë dhimbje Fatos Nanva se ishte bërë gati që do dilte nga burgu, se të gjitha sondazhet e nxirrin fitues dhe fitues shumë, domethënë Partia Socialiste e nxirrin rreth 60% për majin e vitit 1996, por që Berisha e nxori 135% favor tia se mbasi i zbrazi kutit dhe i mbushi me ato të gatshmet e veta që kishte bërë me Agim Sheun në Ministrinë e Brendshme e drejtor policie edhe Bashkim Gazideden që vurin shërbim gjithë shikun për t'i grabitur ato vjedhje, ai ka qenë një zhgënjim nga më të mëdhenjtë e tia, edhe me thënë drejtën në atë periudhë pati një lloj rënje, një lloj dhimbje që e ndjeu edhe filloi edhe më pak të shkruante, domethënë gjatë asaj kohe. Por kur dualën pastaj këto firmat piramidale dhe filluan shkëndijat, atëherë jo vetëm e zgjallëruar, por e dinte pasaj edhe ç'a do vinte pas tyre, edhe tëra parashikimet dhe i kanë qenë geniale. Edhe një pyetje të fundit. Kur u liruat, ishit aty, si ka ndodhur, si u prit në burg, lirimi Fatos Nanos? Është një histori shumë e bukur për lirimin e tij, sepse kishi filluar trazirat, e kuptoni, tek burgu i Bençës, ne shikonim kur dilim aty në dritare, sepse nuk na lejonin atëherë edhe për najrim nuk na lejonin, megjithëse bëm sa protesta shumë të fuqishme, atëherë të rënditën burgun, sa u detyruan dhe forca speciale të vinin nga Tirana, të vinin atje, edhe në krye të këtyre organizimeve faktikisht, edhe me miratimin e Fatosit, se Fatosi jepte orientimet e këto tjerat, por ekzekutori tyre ishja unë edhe në raport me këta të burgosurit, sidomos me këta të burgosurit e prijetshëm, që ishin tepër ze i fuqishëm aty. Kemi bërë shumë protesta gjatë asaj kohe, edhe protesta të nivelit sa, domethënë, gjithë forcat speciale disa herë kanë ardhur tek burgu i Bençës, aq të egra ishin ato protestat tona edhe demonstrimet tona në atë burg. Dhe në një situatë pra të tillë, ne shikonim që avion luftarak vërtiteshin në Benç, kur kemi dalë pastaj në burg, kemi marrë vesh që ishte dhënë dhe urdhër për ta bombarduar faktikisht ata burgun e Bençës, por falë qëndrimeve tepër të përgjegjshme të atyre pilotëve që kishin bërë shkollë tamam piloti ata dhe jo shkollë xhungle edhe shkollë shpelle të Sali Berishës dhe që nuk i zbatuan urdhrat. Dhe në një situatë tillë pra ishte planifikuar që Tepelena edhe fshatrat përreth, po edhe një pjesë e Vlorës do vërshonin për ta thyer burgun e Tepelenës dhe kishin marrë lajmin që do thyet burgu. Dhe një natë përpara
Unë isha në qeli me Fatosnanon,